noche muy bello, tek shtëpia me dërasa, dilmo e kale shose plasa. Tek shtëpia me dërasa, dilmo e kale shose plasa. E dilmo e dil ti në dritare, vajzë qa me lozonjare. E dilmo e dil ti në dritare, vajzë qa me lozonjare. Mirë se na erdhët. Mirë se na erdhët dhe për sot. Wow, atë çfarë për ulje të bukur bëri për publikun. Gjithmonë kënaqësi. Si shqiponjë, zakonisht më njëtorë zemra. Shqiponja këtu. Se kisha në mend, po më so. I qëlloj, ishte si pa dashje. Shumë e bukur. Sa për ulje bukur, me vërtet ani që mendoj. Ne shqiptarët për ulje me kështu. Po, kështu. Sa e bukur, wow. Me shqiponjë. Bravo, bravo, bravo. Regjia, duar trokitje se meritoj djali u vendos një mënyrë e re. Ka për dhe i rado këtu. Ha, ashtu. Me duar trokitje, në fund. Derit. Derit. Që është kjo emision? Rrofë Shqipëria. Qa nuk mësojmë këto, qa nuk zbulojmë në zgjohë për ditë? Nisëm shumë patriotik sot. Rrofshin shqiptarët. Shi. Ke shumë protest në mërë masi? Jo, më kam qenë live, më. Okej, tash nga e ke marrë të zeli. Kam qenë live, më me kam glirë gjina. Po që jemi mirë. Tani, mos ta anashkalojmë kështu, sepse ky live ishte t'i bërë mbrëm, ishte një rikthimi yti të live-et. Pas sa pauze? Pas një viti fix. Pas një viti fix. Korrik 2025-ës, po. Mos i live yti fullit... Ka bërë një live në dhjetor, ka qenë një live me disë miqë, pra bëm një tip mbledhje, një reunion në dhjetor me disa miqë të anë. Një live i mbyllur, pra jo e hapur për audiencë. Pa tjetë, ajo është tjetër gjë, që tjetër, live për publikun ishte rikthimi, po, sot pas një viti. Si ishte, si u ndjeve? Me mall apo i penduar pëse u ktheve? Ja, me shumë qef, me shumë mall. Me shumë dëshirë, me të ndërëm kështë e marrë mallet shumë. Edhe... Po në pëse s'naftoj kjo e prisa? Jo, pëse nga ka thënë hajdeni. Jo, nuk nga ka thënë jeni të ftuar. E kemi thënë atë vim dhe ne, tha, po hajdeni. Erte? Po në Durrës tash, unë e di që kotë, të më thënë, Pja ku është Durrësi? Unë vetë që përshkojë për të këndur për të marrë leke, me zdorë përshkojë. Po pëse? Kështu që jo më ju që do vini për... Në Durrës shkoj me shumë qef. Vërtet? Po. Ndarkë? Po. Ka filluar live në orën 9:30. Po. Po ti në 8 flena. Po të doj, bëja një përjashtimë. E se së Doromina rritë. Ju po sugjeroni që të vinim të tre kështu sot. Si unë. Ja, pra ndaj sertëm. Pikërisht pra. Si do që tjetë shqyqyrë që vendosi të nisë të këto live-et, se kanë dhe njerëzit një vit që i thonë, o tiri kur do nisësh live, o tiri nga bëna i këngë, o tiri po nga ka mërë malli me të gju live. Ja. Shkoni në Durrës, se ata që ja kërkojnë zakonisht jetojnë në Tiranë, kjo shkon në Durrës. Ja, do rikëtheme dhe në Tiranë. Avash. Okej, shumë mirë. Suksese djelë. Faleminderit shumë. Kemi një pyetje nga publiku. Me shkëndove këngën Dilmoj kaleshës e plasa. Çfarë është kaleshë të publiku? Dilmoj kaleshës e plasa. E kam përkthyer dikur. Mbaj mend që e kemi diskutuar një herë, po publiku është kurioz sërish. Ka të bëjë për kaçurrelat? Duket është një shprehje që përdorin çamët. Pyetje një herë çatin. Më duket është një shprehje që përdorin çamët. Për çfarë? Duke qenë se... Kalesh, mund të kemi të bëjmë me kuajt në bazë? Jo, duke se është për vajzat i drejtohet vajzës ai. Po pra, një kal i bukur. Ndova që bëra këtë pyetje, por gjithsesi. Ordëra, përdoret kryesisht për të përshkruar njerëz ose kafsh me flokë, qime dhe vetua të zeza, të errta dhe të dendura. Okej. Pra, që është e bukur. Me shumë lesh, pak fjalë. Me shumë lesh. Po, ka lesh. Sepse ka lidhje edhe me kafshën edhe me kalin. Përgjithsisht kjo lloj fjale është përdorur një herë dhe kështu, është bërë si kalesh, pra që jo të flokët. Bravo,
e njëjta gjë, është bërë si ka lesh. Është vërtet, e përdorin ca për njerëz për shembull që ose ne gocat e themi që janë për flokut, si ka lesh, ose bën lëmsh ose ka marrë një konotacion tjetër, por dikur ka pas një konotacion të bukur, njëri me veta të trasha, me flokë të dendur. Ka lesh. Nëse ka qenë tipar bukuria atëherë, Po, patjetër. Sot sa më pak fije leshi, është më mirë. Jo, flokët i duam ne, po duam më pak vetulla e gjëra të tjera. Okej. E sqaruam. Data 8 të dashur njerëz, 8 korrik. Po. Kështu si pa kuptuar, lezetshëm, po vjen mesi i korrikut, edhe unë nuk e di nëse keni ndarë në pushim në një gjë, po na afrohen. E kam pyetje 2 herë Krisën, e do ta pyes edhe një herë tjetër që ta bëj 3. Po s'm ktheu përgjigje, golem do ikim. Patjetër. Greqia është ta kam thënë. Greqia është... Po pra, po ku? Tani ku fik do të shojmë? Futemi në kufi dhe parkojmë aty. Vjet ishim në Lefkada dhe këtë vit qef kishim të shikonim në ishull tjetër. Me tiri. Kështu e lam. Kështu ka qenë ky diskutim. Janë 1000 ishull. Po vëri gishtin të vend. Po pra do të më shku të futemi në website dhe të shohim. Ja, një nga gjërat që unë urrej më shumë në të organizuarit pushime është kjo. Ku të gjesh vendin, si të gjesh biletat, si të shkosh, të gjesh hotelin, bën as bën, e ka shtrenjtë, ka plit. Unë shijoj shumë pushimet kur jemi në grup, me thënë drejtë. Jo që nuk i shijoj kur jemi në qift. Kur jemi në qift patjetër, po kur jemi në qift bën gjëra tjera, kur jemi në grup mund të organizosh gjëra tjera, tripe, gjëra. Grupi është më i lezetshëm. Domethënë është marrë gëtues, jo se është më. Ose në qift gjatë gjithë kohës me vete ju kemi, ti kesh dhe më pushime këta non-stop, e kupton të sa e lodhshme. Nuk përzitem. Nuk mërzitesh ti? Jo. Ua, e të mërshme, unë lodhe. Pa dhe unë dhe njerë bezdisëm kur jam në grupë, sepse duhet të gjim Terezin se cilit. Shiko, pa tjetër, duhen edhe njerëzit Do me thënë, unë dua një gjë tjetër, do një gjë tjetër, do një gjë tjetër. Ka njësi dhe Do lini gjithë kohës bashkë? Po, do me thënë, dhe rrish pjesën e parë ditës, bësh plazhi me to. Po si o zërë që ditën bashkë, se ti do pretendoj që ke marrë, nuk kesh marrë një vim, kesh marrë një apartament. Pastaj ndryshe të dhomat e hoteleve. Po mos merr vilo. Ky është diskutimi i përhershëm i shqiptarëve dhe me që nisëm me këtë, vazhdojmë me këtë atëherë, sepse për këtë do të flasim sot në panelin e pjesës së dytë. Do të jenë të ftuar Emil Peqini, i cili është trajner fitnessi, po do të na flas, përveç se për trupat e bukur të verës, do të na flas pak edhe për eksperiencën e tij të pushimeve. Ai vjen nga një mini pushim i vogël fundjavë në Gjipe, camping, fantastike, duke sigur ka shijuar, po flasim pak pse bëri atë zgjedhje. Njëkohësisht edhe Lyto Alliu, i cili është guid profesioniste, na jep disa ide interesante se çfarë po zgjidhet në Shqipëri, ku po zgjedhin të pushojnë shqiptarët një herë brenda për brenda, thesare, vendet bukura të Shqipërisë që ende nuk i njohin të gjithë dhe kanë patjetër nevojë për promovim edhe për eksplorim. Ai na sugjeron. Mbi të gjitha Lyto është nga ata që sugjeron gjithmonë kampingu, edhe vëzhgimin e yjeve, ose siç quhet ndryshe kampingu, është hotel me 5 yje, pra që ti me shumë yje tamam, që ti i shikon yjet i ke aty. Unë jam bindur që tashmë këtë vit e Zvërneci do kthehet një nga vendet, le të themi, që edhe turistët vetë do shkojnë ta shikojnë për shkak të protestës, për shkak të jehonës që ka marrë. Mua më rastisi të kaloja këtë fundjavë, pra gjatë rrugës për në autostradë, sigurisht është ajo ndarje që do shkosh në Vlorë, në Zvërnec. Dhe arrita ta dalloja pak atë liçenin që duket si roz nga larg, që është gjë shumë e bukur, dhe jam e bindur që do t'i bjerë shumë në sy njerëzve. Janë to vatrat e Kripës. Jam e bindur që do kenë shumë interes të shkojnë të shohin qoftë flamingot, apo edhe biodiversitetin që ka aty. Interesant. Ndërkohë do t'jetë në Skype edhe Segi Qazimi, cili është influencer, dhe ndryshe nga një pjesë tjetër. Po, ajo është me pushime. është e datë, jam saktë. Jo, jemi ende te paneli, regjia. Dhe është në Itali, është duke pushuar në Itali. Italia është gjithmonë një zgjedhje e shqiptarëve për pushime, njësoj si te Greqia, kështu që marrin një lloj eksperiencë të tyre se si janë pushimet këtë vit, pse kanë bërë ato të tilla zgjedhje, flasim për çmimet, edhe merrni dhe ju ide nëse si keni ndarë ende se ku do të shkoni. Okej, pastaj pjesë parë. I pari. Dhe më parë, në faktikisht të rast, do të kemi fillimisht, do të kemi një super talent futbolli 16 vjeçar. Ai quhet Genis Sheaj. Genis Sheaj faktikisht është një 16 vjeçar i cili ka fituar një kontratë me një ekipin italian, mos gaboj të Ospitaletos. Është vetëm 16 vjeç dhe ka spikatur në ndeshjet që ka bërë me ekipin, duke shënuar 2 gola.
Është një talent i jashtëzakonshëm, është vetëm 16 vjeç, Nga Vlora. Nga Unë Vlora. kemi Mesin e arshëm në studion tonë, nuk i diet kur. Cërështatën, ku i diet? Ai e ka idhull Mesin, po nuk e di pse e krahasojnë me Cërështatën nga mënyra e nisjes së karrierës, kështu që do ta pyesim. Base. E ka qenë shumë interesante, fakti ka si numrin e- është zbuluar. numrin e Ronaldos. E prapë nga që mban numrin, ka gjasa. Po. Ka qenë trajneri, pra ka qenë ky, si quhet, talent, Menaxheri, jo, coach. jo, skem, se s'po më vjen. Që zbulon talente. Okej. Konkurse? Çfarë më? Talent skem, po nuk e di scammer, se si është diçka e tillë. A do na shkruaj, s'ka gjë. Një term scout, s'po më Talent vjen scout, okej. Talent scout, që e ka zbuluar edhe e ka parë në një ndeshje, e ka vënë re, e ka ftuar për një provë tek ekipi, edhe aty pastaj pjesa tjetër është histori, le të themi. Në do na e tregoj. Po pra, agendat janë këto ka drejtar dje. Agent, po në anglisht është talent scout, po ne... Agent, i themi ne. Nëjse, Dhe në pjesën e fundit kemi atë vajzën që u shfaq pak më parë, e cila quhet Aurora Aslanaj. Do ta kemi në lidhje Skype nga Vlora. Ajo është content creator dhe psikologë gjithashtu, por në fakt ka rënë në sy në rrjetet sociale për shkak të disa videove fani që ajo bën me në intervistat e punës. Pra, kur ajo i kthen në një formë humori, imiton intervistat e pakëndshme, pra është bërë shumë virale në rrjet, sepse sigurisht bën video të cilat shumë njerëz e gjejnë veten aty, dhe sigurisht se këto video akoma edhe më shumë marrin një lloj hype dhe një lloj viraliteti pastaj tek të gjithë. Kur më priten mirë, ka komentet pafundme, shumë i bëjnë share, i shpërndajnë. Por Aurora sot do na flas pak për të gjitha këto, sepse mbi gjitha është dhe psikologe, kështu që ka edhe një profesion të saj, përveç se ka edhe këtë anën humoristike në rrjetet sociale dhe fani. Janë ca komentet e videot e Aurorës që i thonë e bëre aq mirë rolin e sekretares së keqe të shkollës sa të mora inat vetëm nga video. Aq e talentuar është. Për shembull, një nga situatat më të lezetshme është kjo fikse kur ti kërkon në vërtetim të sekretaria e shkollës, thotë ul pak goca prit aty të lënja gjysore të presësh, pastaj thotë çfarë doje ti hajde? Po s'është dekani, nuk e merr dot sot. Po mirë, po pse prita 30 minuta për këtë gjë? Janë situata që të gjithë tipike në Shqipëri. Po gjen këto gjërat e lezetshme dhe janë fantastike. Jam e bindur që ajo një pjesë ka kaluar vetë, jam e bindur që një pjesë tashmë dhe ja rrëfejnë njerëzit që ajo ta bëj video pastaj, se kështu shkon ajo. Nga intervistat e veta është frymëzuar, kjo është dhe impakti edhe miqësia me njerëzit dhe shokët virtual. Okej, super. Në fund, Mira. Ushqim. Çka bërë sot në ëmbëlsirë do doja unë, Mira. Por Mira ka bërë fileto peshku me spinaq. Vazhdon të jetë super e shëndetshme, Mira me gatimet e saj, sa e bukur duket. Shumë mirë duket. Fileto peshku. Ka marrë mallit gatuaj peshku në furrë. Spinaq i zier, edhe fileto e peshku të ka shoqëruar me pomodorini, ullinj, kaperi. Po. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë e shëndetshme. Mashallah. Duhet bërë kjo, ma vallaj. S'ngelem pa gatuar gjërat që ndesë, ngelem të gjella me patate, ma e kupton. Sa rënë që më jemi. Po, shumë mirë gjella patate, po. Dhe jo, para 3 muajve. Dje ke bërë petulla ti, po, ha? Ua kam bërë petulla dhe me thënë të drejtën, dava disa vetë shtja usilja, po unë arroj tortat e ditëlindjeve, jo më petulla. Të mërshme. Dolën shumë të mira, se unë nuk i qëlloj kur petulla. Dolën shumë të mira, po thithën shumë vaj. Po ja vlente ai vaj se kishin shije të mirë të paktën. Se di cili është sekreti fakt për të mos thithur shumë vaj. Duhet bërë brumi mirë. Brumi ishte shumë mirë, çuditërisht. Duhet lënë të fryhet mirë. Nuk e di, ka të bëjë të sasia ma jashtë, të shumë gjëra. Me çfarë kam vërë nga mamim, tash nuk e di, mami si pin kur. Mos ka të bëjë temperatura e skuqjes, jo brumi për thithjen e vaj. Mund t'jetë dhe ajo, po prapë edhe brumi se çka një hile. Që vetëm mama tona e din. Mua brumi mu bë fantastik, me thënë drejtën. Si rrath herë në jetën time, si gjithmonë të më dalin të papjekura brenda, super, nuk do të vi brumi si duhet, doli shumë mirë, u knaqa, o zot, më në fund bëra një herë petulla. Niste, vaj ishte një kosto nga mbrapa. Okej, petulla me vaj. Nga Romina Bravo. I kemi dali. Shoj videot virale. Se dëgjuam të Po pra nuk e dëgjuam për shkak të audios, po në intervistë te kompania që thotë jemi si familje, dhe çfarë i thotë?
Jo, thjesht ka zhurma në background, pra ka njerëz që Zien. zien me njëri tjetrin. Ku I ke fuck that? Ku I ke fuck that? A ki fuck that? A ki fuck that, po. Jemi një familje madhe që punojmë së bashku dhe dëgjojmë zhurma, ishte interesante. Janë shumë kreativ njerëzit mo. I shoh, sidomos edhe shqiptarët, i shoh që postojnë në rrjetet sociale dhe more nga u shkon mendja, mos I ka mundësi më janë kaq kreativ dhe më bëhet shumë qefi për këtë. Bëjnë fan, bëjnë shaka me veten e tyre. Kanë filluar tani në biznes, bëjnë video pra kërkojnë content creator, personat cilët merren vetëm me çështjen e rrjeteve sociale, pra video që bëjnë me kolegë me njëri tjetër. Kanë filluar të dalin se një deri vonë ka ende dhe sot, unë e vëre vetë në videot që bëj, ka ende punëtorë që e kanë shumë siklet të dalin në video. Qoftë edhe pa thënë gjë, thjesht shfaqen si imazh nuk duan, e kanë më shumë siklet. Që bravo ata që dalin. Sepse ka marrë përsipër një guxim të madh. Është me të thënë, madje unë po shoh dhe shumë kompani që bëjnë podcaste me njerëzit e tyre, pra të kompanisë, bëjnë intervista aty brenda për brenda, për të dhënë këtë frymën e grupit, për të bërë gjithë të jenë vlerësuar, për të dëgjuar historitë e tyre. Kanë krijuar ca kështu. Po. Janë interesant. Okej. Mirë. Hajde ikim tek horoskopi tani me një këmbë me një dorë. Horoskopios. Si është e shpreha, do ta bësh me një këmbë. Pse kemi shpikur këtë shprehje? Do ta bësh me një këmbë. Do ta bësh. Dhe me kështë s'ke ku shkon, një Sigur, detyruar. diku ka qenë një lloj dënimi që rrje me një këmbë, cepi muaj. Ka të bëjmë atë, Po që. thua. Ka qenë një lloj dënimi, pra. Do të keni mundësinë të merrni disa vendime të rëndësishme dhe marrëdhënia në çift do të përmirësohet ndjeshëm, pra për dashin po flasim. Do të ndiheni më të sigurt për të ardhmen, ndërsa beqarët do të kalojnë një ditë të qetë dhe mund të hedhin hapin e parë drejt një lidhjeje të re. Financat do të jenë shumë të mira dhe investimet e planifikuara do ecin sipas parashikimeve. Duket mirë. Rikthehet financat e dashi. Po. Wow, dashi ka qenë këtë vit me financat në Çudita mundi. që u bë mirë, sepse Afrodita dje na tha që është muaj më I keq për dashin, domethënë yndet e shenjat më të këqija. Po nejse, është në astrologjinë Nuk e di, vedike. është po. Jo në astrologjinë tradicionale. Ndryshojnë qërat, Jo ndryshojnë. ndryshojnë se kanë idhuj të tjerë, planetë të tjerë, pra kanë perspektimet të tyre. Pastaj si pas Afroditës, ai që është dash nuk është realisht dash, mund të jetë Po, ashtu funksionon astrologjia. mund të jetë një shenjë tjetër. Po. Kështu që Okej, janë në shumë mirë. mirë, do të marrin vendimet e rëndësishme në çift, do të përmirësohet marrëdhënia, beqarit kalojnë një ditë të qetë dhe mund të kenë raste për lidhje serioze, për lidhje të reja. Ndërsa financat janë shkëlqyeshëm. Super. Tashi një nga shenjat më të mira dim që tani. Hajt. Demi, ka që. Kam filluar të shikoj më shumë kur është Demi. Jeta në çift do jetë më dinamike dhe mbushur me emocione pozitive. Shfrytëzojeni këtë ditë për të kaluar më shumë kohë me partnerin. Beqarët nuk do kenë shumë fat në dashuri, ndaj mos u nxitoni. Financa do të njojë një përmirësim të lehtë, por të rëndësishëm në ekuilibrin tuaj. E shikon orë që më përshtatet. Mos të kalojmë te kaforte. Seriozisht, sepse çfarë thot? Po financat thot përmirësim I lehtë. Por do Gjëra jetë shumë rëndësishëm sepse do vogla. ju ndihmoj pak dhe do e keni dhe Do marrësh shikoni. një lek të vogël, një lek të shpejt, një gjë kështu. Po jo, përmirësim I lehtë, në një gjë kështu. E pra, po pret apo? Apo po e manifeston? Po I manifestoj aktualisht. Okej, mirë. Beqarët nuk kanë shumë fat në dashuri. Edhe unë di një dash sot, pra. I dash me lek apo I dem? Dash me lek, mo. A Ai je ishte me paguar financat. mbrëm? Apo si? Po jo, më jo, thjesht pa manifestoj edhe unë. Aha. Jemi okay. Ndihem dash. Ndërsa jeta në çift është dinamike, e mbushur me emocione pozitive. Një ditë e mirë për Dynamics. sot. Ecim Ikim. pinjakët. Okej. Pinjakët. Mosmarrveshjet me partnerin mund të krijojnë tension gjatë ditës. Mundohuni të tregoheni më të duruar dhe më tolerant për të shmangur debatet. Beqarët mund të humbasin disa mundësi interesante për shkak të pavëmendjes. Financat do të nisin të përmirësohen dhe kjo mund t'ju japë më shumë qetësi. Mosmarrveshje, tensione me Gjithandej, partnerin. financat nisin përmirësimet Po, sot. shqyr, Si ka mundësi, e da, tet. mërkur sot, po. Hajtë se 2 ditë do zjasin, deri të premten maksimumi se do shpenzoj në fundjavë. Sigurisht, po. Nise, mjafton, na inkurajojnë. Leku herë. Po,
Në çift pas keni mos marrëveshje plot. Binjekër edhe beqarët thotë që duhet patjetër të jenë të vëmendshëm ndaj atyre që kanë rreth e qark, sepse po humbasin mundësi jete duke qenë të pavëmendshëm. Me lekët jeni okay, kështu që ecim. Gafurja. Thuhet më gafore, gafurja. Gafurja. Mbarvajtja e marrëdhënies suaj do të varet nga sjellja dhe komunikimi juaj. Mos kërkoni gjërat e pamundura dhe shmangni kokfortësinë. Çik vështirë këtu. Jo për ty, por për ti the nuk jam gafore, jam den. Beqarët do të bëjnë gjithçka për të ndryshuar statusin e tyre sentimental, ndërsa në planin financiar kërkohet kujdes pasi buxheti mund të jetë më i kufizuar. Këtu ndjeva gafore. Nuk e di në të Gjithashtu janë përmirësim, gaforja, buxheti kufizuar. Kam filluar të ndjek i qartë për gafore, nuk e di pse. E di pse se më kujton akrepin, më kujton veten. Do të thonë ne shenjë vojtë, jemi bashkëvojtës. Në këtë horoskop, në detin e gjerë të madh të horoskopit. Jemi bashkëvojtës. Ecim. Luani, Luani mirë dhe ky do jetë në financat. Po. Jeta në çift do jetë e qetë dhe harmonike, do të ndjeni mirë pranë partnerit dhe do shijoni çdo moment së bashku. Beqarët mund të shohin një mik me një sy tjetër dhe të lindë një simpatiere. Ndërsa financat kërkojnë më shumë disiplinë dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Ç'mendim keni për lidhjet midis dy miqve, vajza? Po, dëgjoj, përgjithsisht ndodh që përfundojnë mirë, se një marrëdhënie e gjatë. Ka raste që mund të përfundojë shpejt, sepse nuk e di. Sigurisht. Unë mendoj që beqarët zgjasin më shumë se njihen gjatë, e din njëri tjetrin. Po, kur krijohet një raport, pastaj ndryshojnë ca gjëra, ndryshojnë ca prioritete. Po, nuk mendoj se ka ndonjë. Ka ca njerëz që janë më mirë kur janë miq se sa të lidhur. Po. Mbase. Nuk mendoj se është përbën një diferencë të madhe, domethënë, je i lidhur që muajin e parë kur e njohur, apo e ke njohur e ke pas shok për një periudhë të caktuar dhe më pas je lidhur. Nuk mendoj se përbën ai diferencë. Ke plot raste. Jo, që përbën diferencë, sepse nëse në fillim nuk është nisur me interes. Për mua jo, e di pse? Nëse në fillim nuk është nisur me interes. Jo, që interes. Thjesht ka qenë miqësi normale. E pastër, po patjetër, po siç e the ti disa miqësi janë destinuar të ngelin vetëm miqësi. Nga ana tjetër, ke plot raste në përbot shembuj ku njerëz që janë parë për herë të parë janë dashuruar me njëri tjetrin, kanë jetuar përjetësisht lumtur. Ke shembull nga ana tjetër që kanë qenë 1 vit, 2 vite shok, më pas janë lidhur, janë darë. Mendoj që kur dikë e ke mik dhe e njeh për një periudhë të gjatë, ti e pranon ato me tmetet dhe me të mirat e tij. Pra ti e vetëdijshëm se çfarë po bën. Po, okay, avantazhi në këtë rast është që ti e njeh dhe e di se çfarë pret, kupton? Nuk është se mund të kesh një shkëndijë. Ka zgjedhur në 100%. Që duke qenë se nisën çfarë kanë, pra çfarë tmete kanë, zgjedhin të mos lidhen, sepse thonë, është një lloj mete që unë mund t'ja pranoj si mik, si shok. Po, nuk bën. Po, nuk ja pranoj dot në një marrëdhënie. Nëse, se jemi të horoskopit. Eci, me sa arrum, hënova si që ke fakti ditës. Eci, Virgot. Virgjëresha, një ditë shumë e favorshme për dashurinë. Nëse jeni në një lidhje, mund të merrni vendime të rëndësishme për të ardhmen. Beqarët do të kenë mundësi të mira për të ndryshuar statusin sentimental. Financat do të përmirësohen gradualisht dhe do të ndiheni më të lehtësuar. Një tjetër shenjë që është drejt përmirësimit me financat. Beqarët po pas kanë mundësi të mira për njohje të reja që do të ndryshojnë atyre statusin. Edhe ata që janë në një lidhje me sa duket, hedhin piketa të rëndësishme për jetën e tyre në vijim, që do të thotë ose ndonjë fejesë, ndonjë martesë, ndonjë bashkëtesë, nuk i dihet, por që nga vendime të rëndësishme pozitive në këtë rast. Ecim, pas Virgos jemi tek Peshorja. Kandari. Atyre. Qetësia dhe me kuptimi do të mbizotërojnë e marrëdhënien tuaj. Do të dini si ta bëni partnerin ose partneren tuaj të ndihet më mirë. Beqarët mund të përjetojnë flirtime ose aventura të këndshme pa angazhime afatgjata. Po mirë, ka disa që i shijojnë kjo gjë. Financat do të jenë më të mira nga sa prisni dhe do të menaxhohen pa vështirësi. Pra financiarisht janë më mirë se sa që mendojnë dhe vetët dhe sa që presin. Beqarët do të bëjnë një jetë, thotë, sepse do të përjetojnë flirtime dhe aventura të këndshme pa angazhime afatgjata.
Do të thotë që kjo është ajo që dëshirojnë, po. Qetësia dhe mirëkuptimi do bizatrojnë në marrëdhënien tuaj, do dini ta bëni të lumtur partnerin, kështu që një nga shenjat më të mira edhe peshorja. Deri tani on top. Shumë mirë. Bravo peshore, ecim. Akrepi? Akrepi, po. Grop të jetë akrepi. Tërgoni më të vëmendshëm ndaj partnerit dhe mos kurseni surprizat apo fjalët e bukura. Kjo do forcoj edhe më shumë lidhjen tuaj. Beqarët do jenë të vendosur dhe mund të humbasin disa mundësi. Financa do të varen nga mënyra se si i administronin ndaj shmangni shpenzimet e nxituara. Pra është në dorën tuaj. Varet si të administroni. Nëse harxhoni, keni probleme. Nëse jo, jeni shumë mirë. Bravo, akrepi një nga shenja më të këqija sot. Se më të këqija, tërgoni... Absolutisht që janë qift çka, shumë keq. Jo, Beqarët çka. Mos kurse surprizat për partnerin dhe sepse do kesh një ditë më të bukur dhe forcohet marrëdhënia të duket keq. E pas, të du të marrë kujtoj horoskopi mund të ta bëj vetë keq gabim. Beqarët, keq. Financat vaj nga mënyra se administron. Keni vetë në dorë. Po sigurisht që në dorën. Mirë, tërë, oke. Eci. Të pushti. Shigjetari atër. Marrëdhënia në çift mund të kalojë një ditë me debate dhe tensione. Mundohuni të mos reagoni me impuls. Beqarët duhet të jenë më të kujdesshëm me njëjët e reja dhe të mos marrin vendime të nxituara. Financat nuk paraqiten të favorshme, ndaj kufizoni shpenzimet. Pra, pas kanë të njëjtin fat financiar edhe Gaforja, edhe Akrepi, prap janë pa lek bashkë me shigjetarin. Në të shift pas kanë dhe këta debate, nuk shengën fort mirë, nuk duhet të reagoni, thot me impulse se mund të çoni gjërat edhe më keq, beqarët të kujdesshëm, mos marrin vendime nxituara, edhe shigjetari nga shenjat më të këqija sot, fatkeqësisht. Bashkë me Akrepin. Si janë që? Si janë që, tensione, as në qift, as beqari nuk janë mirë, as lekët nuk e kanë mirë. Nuk duhet të shpenzojnë. Solidarizoni me njëri tjetrin. Më kej se ne që keni. Ka dhe më kesh, pra ndaj mos u anko para kohë. Po kodë ankohet, kodë të sarë ankohet, më kesh i shkon. Mos u ankohet, tërgomi e njohës pra i sa këtiri. Kujdeset për mu marrë të farë. Eci. Pricjapi, apo jo? Po pricjapi. Këmë që nga thotë? Pricjapi krisës. Pasionit do të dominoj jetën tuaj sentimentale dhe do të kaloni momentet të bukura me partneri. Beqarët do jenë selektiv dhe nuk do pranojnë çdo ftesë, ndërsa financat mund të nisin ditën me vështirësi, por situata do përmirësohet gradualisht pas mesditës. Çfarë do të thotë financat mund të nisin ditën me vështirësi, por situata do përmirësohet pas mesditës? Nuk e di. Në një lek ekstra. Në një lek pas mesditës, në një rrogë, dhe një kudion. Të më fillim muaj e gjithë financat do mund të nisin me vështirësi, por do përmirësohen gradualisht pas mesditës. Pas mesditës, po. Dalë një pagë. Një pagese për pambetë. Dhe në i pagë, mund marrë në i... Që mirë, bravo, mirë jeni. Oke, mirë, ikim të ujori. Po vonuam. Ruani qetësinë e marrëdhënies në çift, pasi partneri mund të jetë më nervoz se zakonisht. Një debat i vogël mund të shmanget me pak durim. Beqarët do jenë të përqendruar në angazhimet personale dhe jo tek dashuria. Ndërsa financat mbeten të paqëndrueshme ndaj tregonit të kujdesshëm. Kështu që përderisa i keni lekët me limite, pra i numëroni, kujdes, sepse mund të mbeteni dhe grop fare dhe ju rroft pastaj vlera. Por sa i përket jetës sentimentale, edhe këtu duhet të tregoni të kujdesshëm, sepse nëse bëni pak gësfare durim, mund të shmangni një debat të madh. Nëse beqarët pastaj nuk e kanë mendjen për të njohur dikë, po kanë ato hallet e veta, punët e veta personale. Mirë, deri aty. Hajtë mo, s'po themi një grop. Këta me si pres një shkëndit vogël për të nisur debatin, kjo i thot shmangni debatin. E po tani... Robi për aqjet tonë. Ecim peshit. Peshit. Yjet favorizojnë jetën sentimentale dhe do të përjetoni momente të bukura me partnerin. Do të ndiheni më të sigurt për të ardhmen e lidhjes suaj. Beqarët nuk duhet të sakrifikojnë më shumë se ç'duhet për dikë që nuk e meriton.
Në planin financiar kërkohet vetë kontroll, pasi shpenzimet e tepërta mund t'ju krijojnë probleme. Okej, përbahuni, lejni këto shpenzimet pa kriter të paraverës, blerje, pra ca gjëra edhe mund t'i përdorni nga vjet, që mund të keni lek. Në jetën në çift do keni momente të bukura, por nuk pas kanë të njëjtin fat beqarët, sepse me sa duket dhe i pas kanë vënë syrin dikujt pamundur, dikujt që po i përdor, dhe horoskopi i thotë që nuk duhet sakrifikojnë më shumë se ç'duhet për dikë që se meriton. Kështu që jeni më të vëmendshëm. Problem me këta beqarët. Shenja më e mirë ishte dashi. Dashi edhe peshorja. Peshorja. Më e keqe ishte akrepi, shqyqetari. Shqyqetari dhe akrepi, po. Po, këto dyja. Që i kishin gjitha fushat keq. Tjerat pastaj ishin 50-50. Akrepi si kishe gjitha fushat keq, por ishe keq. Le të the, e bëm për mos të shkuar sy. Jo më përsëri ishte keq, realisht. Shqyqetari ishe shumë keq. Akrepi vjen direkt pas shqyqetarit. Okej. U vullos. Pa që fatju të tjerët. Ikim reklama dhe vim pas pak. One way. Oh, nada. U rikëthyem. U rikëthyem, jemi. Dhe jemi live. Ashtu? Po, pa tjetër. Se kuptuam në që vim live regjia? Dini gjë ju? Ja, na e bëm kështu surprizash. Në rris një audion që ta kuptojmë, se ndryshe do bëhemi viral vetë. Jo, se s'jemi bërë, por... Po jemi bërë me personazhet tanë. Jo me vetë. Edhe vetë jena bërë. Edhe vetë tani. Edhe na nisi bukur fare. Do i herë në të rradhë për lezet, për thyerje. Sigurisht. I kemi naturalisht, i kemi as me skem. Po. E ta duash në me skem nuk e bën dot. Dhe me qenë se jemi të këto ujra, shkojmë të fakti i ditës. Po sa e di sa bukur e lidhe. Gjej fakti. Perl. Po. Fakti për sot vajza për parlemëroj është shumë interesant. Ashtu, hajde gati. Pra më madhe për çik debato. Duaj çik debat sot, po. Do më thënë ta lë scrolling unë sot se. Haj, me tradhtik ku jemi gjithmonë një. Shumica e tradhtive nuk ndodhin sepse mungon dashuria. Sipas studimeve, studimet pra tregojnë se arsyet janë të ndryshme, kërkimi i risisë, nevoja për vlerësim, pakënaqësia personale, apo impulsivitet. Apo si që thoni ju në gjuhën popullore, po s'hajt grosh për ditë. Se kështu e keni ju. S'hajt grosh për ditë. Një arsye... Ja, qesh mandi, mandi, s'kam të drejtë. Shiko, përsa i përket groshës, ushqimit tradicional shqiptar. Shprehje figurativa ajo. Jo, ta mbaroj, përsa i përket groshës, që është kaq fantastike dhe kaq gasjellës në kuptimin... Grosh sigurisht që nuk ha atë për ditë, kjo është sigurt. Por nuk ka të bëj kjo me marrëdhënie dhe me dashurinë. Mendoj që është krahasim i gabuar. Po jo, nuk po themi që mbaron dashuria, është te kërkimi i risisë, nevoja për vlerësim. Atë po them, ato që e kanë thënë, ata që e kanë thënë si shprehje për mendimin tim kanë gabuar. Shkaku kryesor i të ative janë burrat, thjesht ekzistenca e burrave. Nuk e di pse fillova të flasit të frisja kështu si Edi Rama. Shkova, kisha një takim me një real estate agent para pak ditës, edhe ai fliste fiks si Rama. Dhe ishte kështu. Unë mendoj se ky apartament është një apartament i cili... Tiri, dil nga... Nejse, oke. Hajde, do tokë. Dhe përsa i përket tradhtive, unë mendoj arsyeja kryesore pse ndodh, ne kemi diskutuar dhe pak herë tjetër, kemi thënë që ke meshkuj të gjë tjetër, ke femrat të gjë tjetër. Po, patjetër. Sepse femrat tradhtojnë me emocion dhe sa meshkujt jo, kështu ke thënë. Po ka dhe femra që nuk tradhtojnë me emocion, ka dhe femra që tradhtojnë për të njëjtën arsye, për nevojën për vlerësim, nevojën se tash sot në 2026 realisht nuk ka, ke edhe femra burra, ke edhe burra femra, ke lloj. Dgjoj, nuk ka asgjë të keqe, domethënë janë. Sot ke edhe marrëdhënie të hapura dhe sa ka problem fare, secili bën çfarë doj. Por, që tradhtit nuk ndodhin sepse thjesht mungon dashuria, po është vërtet se ka shumë njerëz që i tradhtojnë partnerët, po nuk ndahen se i duan. Po duan dhe këtë gjën tjetër, duan dhe akulloren dhe çokoladën. Nuk ndahen se i duan, sa e bukur kjo. A falet tradhtia? Sa e disa po e falin sot të tjeri, shok, dhe njerëz që e thonë hapur fare, shpo më do ta falja, qa ka, një moment është, dhe kur e gjoj nga gocat, mua më bën shumë përshtypje. E di pse mendoj që kanë dalin të konkluzione falin, sepse sot është bërë dhe vështirë të njohësh njerëz nga e para, pra të hyjë një herë asaj faze. Shumë njerëz që kanë shumë vite me dikë,
mund le të themi e falin dhe se e duan, pa çka se ndihen të nduar dhe zë Dhe se arrojnë përtojnë kurrat me të fillu gjën. nga e para gjithë historinë, po. Jo, nuk është vend ajo, por realisht, nëse flasim për një marrëdhënie të konsoliduar, për shumë marrëdhënie 10 vjeçare, dhe ndodh kjo gjëja, që nga partneri, që nga partnerja dhe e rrëfen. Personin fjali e rrëfen këtë gjë që unë kam bërë këtë gabimin. Si do ta bëjmë? Se do më falësh apo zgjedh që dhe personi zgjedh ta falë, sepse nuk do që nesër pas nesër të njëjti këtë tjetër. Ju çdo bëni personalisht. Nuk e di çfarë do bëj atyre, sepse e di çfarë mendoj, ka të bëjë edhe ndonjëherë dhe periudha, varet çfarë periudhë mund të jenë. Po apo jo. Mendoj që mbase po, nuk e di, po. Realisht nuk e di. Çfarë bën ti? E more okay. O mendoj se thotë ajo të thoja ba, drejt. Nuk e di, këso të që di. Zemra i dhe okejnë me këtë që bërë. Nuk e dash okejnë. Unë thash nuk e di. Digjo, ka shumë situata që mund të ndodhe. Po si më ju falë, ka ca bën kështu. Nëse ndodh një situatë, për shembull që marrëdhënia ka shumë kohë që është ftohur, mendoj që është më e lehtë që mos ta falësh të zhdukesh. Nëse ndodh që ti realisht nuk e di, mund të jesh një fazë që ti ndihesh shumë e lumtur nga njëri, edhe ai lajmi të vjen bombë. Kuptoni që është pak shumë, le të themi, relative. Ndoshta kurse do një njeri dhe toleron se s'të plasë mban për ca lekë ose gudion. Jo, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje ajo. Shumë njerëz që kanë thënë nuk e fal, e kanë fal. Shumë njerëz janë betuar që nuk do ta bëj kurrë gjë, kanë ndodhur, kështu që pa ne po them nuk i dihet se si të vjen jeta. Dhe me që po më pyesni mua, se nuk pyetet me thënë drejtë. Ti e ke thënë, jo, vëlla, nuk e fal. Jo, patjetër që jo. Shiko, unë mendoj që ka një limit për çdo gjë. Sigurisht ka marrëdhënie të ndryshme, ka njerëz ndryshëm, e tham si janë njerëzit, janë shumë ndryshëm sot. Kanë lirinë, bëjnë çfarë duan, por unë mendoj që marrëdhënia është pikërisht ajo. Pra në rast se thyet besimin nuk ka se si. Pra makina në rast se thyet në mes, nuk mund të thuash hajta ngjisë edhe se të ecin, shkoj deri në Durrës kështu. Nuk shkon dot. Nuk të vjen më ta përshafosh atë njerëz. Unë e them vetë. Prishet themeli. Unë e them vetë që e kam thënë më parë që s'do falja kur, po tani kam arritur një pikë, duhet se kam parë njerëz, kam dëgjuar, kam parë edhe njerëz që i kam shumë të afërt, që e kanë falur dhe kanë vazhduar. Kam pasur të lëkundje, i është dashur kohë rikuperimi sigurisht, po sot vazhdojnë të jenë shumë mirë, nuk kanë ndodhur më si gjë. Tani nuk Good to know. E pas kemi një shansë dhe më tëne, kemi një jasë në më. Vetëm se e thua ti këtë tisë, që s'ta falë kur. Ashtu. Vetëm se e thua, që s'ta falë kur. Jemi ashtu. Nuk ka, shiko, unë mendoj që është me natyrë, nuk mendoj fare që sa, nuk mendoj që mashkulli niset kurse si sa protektive është femra, sa xheloze është për të rrethuar femrën, nuk ka lidhje fare. Pra mund të jetë super xheloze, ai prapë do të gjejë mundësinë të rrethojë, ai që është destinuar për të rrethuar. Mund të jetë super liberale dhe ai nuk e tradhton kurrë, nuk ka lidhje fare se si është femra. Nuk e di, unë kam lexuar edhe ca nga këta jo spiritualistët, po janë ca njerëz që merren me qenie njerëzore, me emocionet, deri diku dhe pak spiritualitetin dhe thotë që vetë njeriu, vetë qenia njerëzore, është formuar që nuk mund të rritë dot gjithë jetën vetëm me një njeri. Pra, për nevojat, për çdo gjë që ka, duhet jo të duhet ndryshoj partner. Mos u lidh, po rri beqar. Po këtë gjë ne kemi krijuar për në njerëzit, pra këtë idenë e martesës, e të qenë gjithë jetën me një person, e të kaluar gjithë jetën me një person. Kundërkohë trupi dhe qenia jon kërkon tjetër gjë. Tani ka lloj shpjegimesh, po një ndër shpjegimet që kam parë. Që deri diku mua më bën sens se këta persona që nuk gjejnë dot që nuk rrin dot me një person, janë gjithkohës në marrëdhënie një pasjeshme apo gjejnë njerëz të tjerë. Ka teoria të ndryshme, sigurisht ka njerëz që thonë të kundërt nga kësaj që tha Krisa, ka specialistë le të themi apo guru që merren me këto gjërat me demeke. Kisha ato të jogës që? Po, që sigurisht ka njerëz që thonë të kundërt. Unë mendoj që është gjithmonë njeriu në tërheq pak ajo kundërta. Dhe më thënë, kur është verë, ne themi, ti ishe dimër, kur është dimër, thënë, saftot, kur do vi vera. është me natyrë njeriu, kur është single njeriu nuk i bët fare me bok të lë eksperimentesh me ngacmuar, bo. Kur është e lidhur, si kur e shtyn diçka për të flirtu, po, kështu është realiteti. Sepse që në gjenes kjo ka qënë, Eva ka ngrënë modhën e ndaluar dhe bindi dhe Adamin të antë. Kështu që deri diku që në gjenes ka qënë kjo... Ese, s'po flasim për prallën. Jo, kjo çështja të ndimit, pra gjithmonë njeriu të ndohet nga e pamundura, le të themi, ose nga
Mirë, ikim. Gjithsesi, se është diskutim shumë i gjatë. Okej. Ikim. Ikim. Ikim se edhe. Veti sill këto. Okej. Shojmë ca tituj shpejt atje. Kej tek Dua Lipa që ka shënuar Prap Dua një Lipa rekord më të ri në Spotify, thoni që atoni, po Dua Lipa është personazhi më i komentuar i momenti, qoftë për dasmën, qoftë për shumë lajme, apo dhe vetë Shakira që tha para disa ditësh që dëshiron të bëjë një bashkëpunim me Dua Lipën. Ka arritur një tjetër sukses të rëndësishëm në karrierën e saj ndërkombëtare, duke shënuar një moment të veçantë në platformën e saj Spotify. Ylli botror me origjinë shqiptare raportohet se është bërë artistja e parë femër që arrin të ketë 4 albume me mbi 5 miliard transmetime secili, një arritje që vendos atë mes emrave më dominues të muzikës pop moderne. Ky rekord dëshmon fuqinë e katalogut të saj muzikor dhe lidhjen e vazhdueshme që këngët e Dua Lipës kanë krijuar me publikun në mbar botën. Nga albumi debutues dhe deri te suksesi jashtëzakonshëm i Future Nostalgia, dhe projektet e saj më të fundit, Dua ka arritur të krijojë një identitet të qartë artistik, duke e kthyer një nga figurat më të rëndësishme të muzikës tashmë globale. Keni të thotë ti je femra e parë që të kesh 5 albume që ka miliarda 4 albume ndjes që ka mbi 5 miliard transmetime, pra dëgjime secila. Fantastike. Me këtë e bën një vajzë shqiptare. Super Që nostalgjian ne dim, Dua Lipa shpërtheu më Dua të Lipa këngë. është Dua Lipa. Po, është brand më vete. Dhe di, unë Duan e kam ndjekur që kur ka dalë në fillim fare, dhe përgjithsisht asë kohë kur doli me këngën Mos Gaboj Be The One, po ma atë doli për herë të parë. Informacioni parë që kam marrë vesh për Duan ka qenë që ishte modele, dhe unë kam të thënë shqyr një modele që ditë këndoj, se ka qenë periudhë që ka pas shumë modele që dini bënin këngë, po nuk dini të këndonin, ishin shumë pa lidhje, ndërsa Dua spikati që herën e parë. Super, kalemi Okej, tjetra. ecim. Tjetri. Pas surfimit me metodën in vitro, Juliana ka organizuar një baby shower tashmë për binjakët e saj. Ne dim tashmë që Juliana ka Xhuli, siç e njohin të gjithë, ka vendosur të sjellë në jetë 2 binjakët e saj, por me metodën in vitro dhe pa një baba. Pra, le të themi, ajo dëshiron të rizvet fëmijët e saj, të sjellë vetë në jetë. Një vendim i cili ka pasur shumë komente në rrjetet sociale, një pjesë e kanë suportuar, një pjesë jo, pra ajo vazhdon tashmë jetën e saj, të organizojë të gjitha festat e mundshme që bëhen për mamat të cilat janë në pritje të ëmbël, siç është edhe baby showeri, dhe sigurisht ajo ka zgjedhur ta ndajë këtë gjë dhe këtë festë edhe në rrjetet e saj sociale. Po, në më thënë, është aluduar se ajo po pret një djalë dhe një vajzë, po deri tani Juliana fakt nuk e ka konfirmuar ende gjinin e Nuk e bebave. pje gjinja. A janë 2 vajza, janë 2 djem, apo janë 2 gjinit të kundërt. Por duket shumë e lumtur. Nuk e dino, po nuk e ka Jo, ka konfirmuar zgjedhur ende akoma. të mos e publikojë. Se ta publikojë, nuk do, patjetër. Nuk do. Po, kur ti jetë ajo gati. Ka marrë goxha Dhe më i komente bas, në fakt. unë të me ka gotë. Janë 2. Të dyja goca. Gotë të dy, apo. Është binjak, një binjak. Nëse është gjykuar shumë për këtë zgjedhje gjykuar. që ka bërë, Se që shumë të bësh thonë si fëmijë pa një mund t'i baba. bësh fëmijën pa një baba. Nuk është lehtë e pranuar në Tani kontekstin është një tonë, donator, mentalitetin po tonë. duket se duhet nga këto donatorët që thjesht Mbaj mend që ajo tha që donatori është shqiptar, Po. por nuk është se është thjesht donator, nuk është baba i fëmijës, pra në sensin që do të ketë Sigurisht, përgjegjësi të po, plotë. po. Ai do të jetë ajo që do të jetë nën e vetme dhe do të rrisë vetëm. Ne nuk kemi askush për ta gjykuar, zgjedhja mbetet zgjedhje, sepse sa e Juli është në pranojmë. atë pikë të jetës së saj tani që mendon që gardu koha të bëhet nën, Po, po është për fat dëshirë. keq mbase nuk ka gjetur një partner që ketë lidhur jetën dhe të krijojë një Zhvendimi i saj, marrëdhënie të kështu që- tillë, kështu që ajo ka zgjedhur të rrisë vetë ata të Jetë të fëmijët. lumtur dhe sa më mbarë, sa Okej. tani të mbarë. Mirë, okay. Shojmë dhe një të Apo fundit shojmë shpejt e një të shpejt, fundit? po. Hajde dhe një të fundit. Shkurtimisht. Tek studimet, atë që zgjon herët kanë këto cilësi të rralla. Ajde, Ekspertët flasim për shpjegojnë veten. se personat që e nisin ditën herët zakonisht janë më të organizuar dhe planifikojnë më mirë aktivitetet e tyre. Që pyt. Ne, këto deri diku varet domethënë. Ne jere sidomos. Po. Varet Varet se sa- ditën e kemi para. Sa të gjatë e ke sezoni. Para e kemi, po. Ata kanë tendencë të menaxhojnë kohën në mënyrë më efikase, të jenë më produktiv gjatë gjithë ditës. Një tjetër karakteristikë që vjet re është niveli i lartë i lumturisë dhe kënaqësisë me jetën.
Sipas studiuesve, njerëzit herën ndjehen më të qetë emocionalisht dhe arrin të ruajnë më lehtë balancën mes jetës personale dhe asaj profesionale. Kjo është vërtet. Gjithashtu i kushtojnë shumë rëndësi shëndetit fizik, mençërnies mendore, gjumi i rregullt, aktiviteti fizik dhe rutina e qëndrueshme ndikojnë pozitivisht në energjinë dhe humorin e tyre. Shumë aktivitet fizik. Gjithashtu, zgjimi herët lidhet dhe me vetbesimin e këtyre personave dhe motivimin personal. Personat që kanë kontroll mbi rutinën e tyre shpesh ndihen më të sigurt në vendimet që marrin. Megjithatë, ekspertët theksojnë se çdo individ ka ritmin e vet biologjik dhe më e rëndësishme mbetet krijimi një rutine të shëndetshme dhe të qëndrueshme. Unë për shembull e kam vëre veten gjatë fundjavave. Nëse zgjohem rreth orës 7, pra ndërkohë që ne nisim emisionin 7, nëse unë zgjohem në 7, unë kam ditën, pra zgjohem më mirë, kam ditën më mbar, më para, përpiqem të organizoj gjërat, jam më i qetë. Kurse kur ne zgjohemi çdo ditë 5, po, ndjen pak si më e lodhur, ose nuk është ajo ora ime biologjike, kuptoj që s'është ora ime biologjike. Aty e vëre, kur çohem në 7 jam fiks. Ndryshon cikli pastaj, se i bie që do flesh dhe më herët, kesh energji, nejse. Po, por jo, tenzimin në mëngjes, edhe vetë zimin është që më hapen syt më lehtë. Pra e kam më të lehtë për të zgjuar se sa në orën 5. Është thjesht me njerëz dhe me organizma të ndryshëm. Okej, mirë, mbyllim me scrolling, ikim shpejt po shpejt fare të gjej këngën. Hajde djalë. E dishme? Nga dishme ka qenë Adrian. Tiri gjotë dhe e kështë gjetur tiri. Është kënga jote me titullin Adriana, okej? Piaci Adriana Bie shiqe n'bi qytet Shiqe bluan e më vret Dhe as di ku të shkoj Në për Tiranë Kjo është një këngë të mia të hershme. Kush është Adriana? Adriana në këtë rast do të më vinë ndihmë Mitrush Kuteli. Kërkoj ndihmën e Mitrush Kuteli. Ashtu, është teksti ti, okay. Është teksti Mitrush Kuteli, pra quhet Adriana. Ai pak quhet Bie shi, por i kushtohet Adrianës. Edhe unë që kam parë si melodi. Edhe e ke kthyer në këngë. Ajo që shumë avangard Mitrush Kuteli për kohën. Po. Kënga e parë për sot. Për këtë këngë, që kur e kam treguar vajzës Mitrush Kutelit të ndjerës Atalanta Pashkos, që nuk jeton më, ka filloj të qarë. Filloj të nisi të qante, po. Të është realisht shumë e bukur, edhe klipi është shumë i bukur. Po. Okej, kënga parë për sot. Po. Për ty unë do i lëviz, Malo do i lëviz, Aurela Gaçe. Të duam duke të Male do i lëviz më thidhet shpirti, më fajet. U ta gjej forcën të ta them, unë ke di, duke të kështu është, se s'po më vjen dalë. Ti dyshim djeti me këto. Ke parë me nejve? Jo, mërë po e di. Kjo tani, kjo super këngë Aurela Gaçe. Për ty unë do lëviz. Titullin së di për shumë. Male do lëviz. Të dua. Të dua. Bahet frymë, dridhe gjumë, ti se di. Për ty unë do lëviz. Male do lëviz. Për ta gjej forcën të ta them, unë nuk e di. Kjo ishte kënga të dua nga Aurela Gaçe. Nga dytë. Jepi. Sit na 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 na. Shko kënga vjetër, shqiptare. Nuk është Vacezela. Jo. Vacezela është jo? Na. E ja o shoku ynë të kemi pritur. Kush e ka kënduar? Tani, Kozma Dysh. Kozma? Ja, shoku. Kozma Dysh. Më lapsus. Ma në shkeli se duke se ka bëjmë kastile, se ka dalë gjithë jetën e vetë dytin festival. Kozma Dysh i kjo.
Jo, më jo. Ishte një lapsus shumë pjesë. Se e ke dhe E nga korrigjova Berati. në moment, po e korrigjova në moment, o burr. Se Kozma, në rrasë për në ndikë është nga Berati kjo. E di, Kozma, e di. Se tronda fili jo nuk I qe, të gjitha lulet me një herë, ashtu dhe pema e dashuris të Të kam pritur të vish, nuk e me. lullëzoj në do një. Ashtu dhe pema e dashuris të lullëzoj do një. Pish? Ashtu dhe pema e dashuris, qa do pema të lullëzoj, qa do për? Lule, qa do? Do një pran verë. Do një pish, do uj, do pish. Ashtu dhe pema e dashuris, do të lullëzoj, do një pran verë. Gafë. Okej. Po tani, Nuk I mbaj mend, o burr, ç'a të bëjmë? Jepi. ishte shumë e vjetë, po mu erdi pak. Din vetëm e ja o shoku. S'keni qenë në gjizur akoma atëherë. Ape? Ajde ta të themi njërë të tekstin, mos e gjenë, pa e parë, ha. 3-4. Unë e këndova. Ka gjë? Ka gjë së është titulli I këngës. Ne. Na falë. Po hajtë, s'ka gjë. Na falë o gjatë. Provuam dhe një përvoj. Po kjo është super e letë, ma do t'a gjeni që se si. Sigurisht. Tash t'ja bëj pak të letë. Teksa e gjetëm ne, imagino. Vetëm, tash t'ja bëj të letë duke që sa shumë mërkur sot. Dëgjo, kjo kënga në fakt ka disa versione, nuk e di, besoj çdo version që do jepet. Ka disa versione, po një version është origjinal. Po origjinali di unë, po shumë për shembull di një këngë tjetër, di një këngën e një grupi që është. E, po nuk na intereson. Se dhe Tiri Gjotësi ka bërë covert, po nuk do shkojnë në ropë Tiri Gjotësi. Mirë, okay. Ikim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak me të ftuarit tanë, një pas një.